Përshëndetje miq. Prej kohësh po shoh tifoz të krimit të organizuar që në rrjetet sociale, ekranet televizive i thon publikut se UÇK-ja po gjykohet në Hag. Por kjo nuk është e vërtetë. Këta njerëz janë po ata zëra që për 20 vjet i shpërbyen plaçkitjes së shtetit dhe pasurimit të vetes në emër të luftës çlirimtare. Janë gënjeshtarët profesionistë që tashmë i njohim mirë nëpër ekranet tona televizive. UÇK, të dashur shikues, nuk është në gjyq. Në bankën e të akuzuarve në Hag janë disa ish anëtar të saj, të cilët për dekada janë paraqitur para nesh si udhëheqës. Ndërsa sot, në mbetim në sallën e gjyqit, disa prej tyre po mohojnë se kanë pasur ndonjëherë atë rol. Pra, për 20 vjet na thanë që ishin udhëheqës, tani drejtësisë po i thonë se nuk kanë qenë ndonjëherë. Tash, ishin apo nuk ishin krerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës? Kjo është pyetje që duhet i bëjmë secili vetes tonë, por edhe atyre që na gënjyen ose nuk na gënjyen për 20 vjet. Pra, për ju që nuk e dini, të dashur shikues, gjykata speciale në Hag është krijuar për të hetuar krime të individëve dhe jo të UÇK-s si organizatë. Shumë prej atyre që sot ju thonë ndryshe, dikur kanë qenë këshilltarë të Hashim Thaçit, dhe të tjerëve që e mbështetën krijimin e kësaj gjykate. Disa të tjerë janë dëshmitar të këtyre krimeve, të cilët edhe i kanë depozituar dëshmitë e tyre po në Hag. Sot, të paguar si mecenar, mediatik, ose në përpjekje për të larë borxhe personale, janë vërsulur mbi drejtësinë. Ata duan ta ndalin, duan ta mbysin drejtësinë. Por nuk do t'ja dalin, sepse e vërteta është më e fortë se çdo gënjeshtër, më e fuqishme se çdo grup kriminal, sado i fortë të duket. Gjykata dhe prokuroria janë pjesë e sistemit të drejtësisë së Kosovës, por janë vendosur në Hag për arsye sigurie dhe pavarësie, pikërisht për të mbrojtur nga ato grupe që duan ta shkatërrojnë drejtësinë. Këto grupe të cilët e kanë ngulfatur drejtësinë për 25 vjet pas luftës në Kosovë. E kemi dëshmi që edhe rrjete kriminale të shërbimeve sekrete serbe e ruse janë të përfshirë në këto përpjekje. E ju tifoz të tillë, mos e ngatroni UÇK-n me individ që sot po e mohojnë edhe vetë rolin e tyre. E disa prej jush e keni shitur edhe vuajtjen e prindërve tuaj për para. Ju e dini mirë se kush jeni, të dashur lexues. Lexoni më shumë në artikullin ton të ardhshëm në revistën Spotlight në gjuhën shqipe. Disa prej gjetjeve tani më i kemi ekspozuar në Gunpowder Chronicles në versionin në gjuhën angleze. Mos harroni, ditën e hënë do të publikoj një material ekskluziv mbi këtë temë. Me ju isha unë, Vudi Gjumshiti.